arom kulaçi dhe mall për duart e nënës. Kur gatua nëna, sofra mbushet me bekim. Kulaçi i grurit na çon në kujtimet e fëmirisë dhe duart e saj të arta. Shija e gatimit nga duart e nënës nuk harrohet kurrë. Nëse ju pëlqen kjo recetë, le ta përgatisim bashkë. Fillimisht përziejmë të gjithë përbërësit e thatë dhe më pas përbërësit e lëngshëm. Tek përbërësit e lëngshëm kemi përdorur kos, kefir, dyvez, uthull molle dhe vaj ulliri. Përmasa e përbërësve varet nga madhësia e kulaçit që ju do përgatisni. Masat e kulaçit që unë kam përgatitur sot janë 500 gram miell gruri, 100 gram miell misri, 1 lugë çaji me sodë buke, 1 lugë çaji me krip, 300 gram kos të plot, 2 lugë gjelle kefir, dyvez, pak uthull molle dhe rreth 50 ml vaj ulliri. Në rast se doni, vajin e ullirit mundet ta zvendësoni dhe me gjalp të shkrirë. Zëm brumin e punoj mirë, por jo shumë, me qëllim që mos të formohet gluteni dhe pasi e kemi punuar ashtu siç duhet do ta lëmë të pushojë në tavë të mbuluar të paktën për gjysmë ore. Koha e pushimit të brumit është e rëndësishme për dy gjëra: aktivizimi i sodës, si dhe hapja sa më e mirë e kulaçit në tavë. Tavën do ta lyejmë me vaj dhe kulaçin do ta hapim me dorë në mënyrë uniforme. Për një kulaç sa më të mirë, duhet me patjetër që të ndiqet e njëjta radhë pune që unë ju kam treguar edhe në video. Fillimisht do përzihen të gjithë përbërësit e thatë dhe më pas të gjithë përbërësit e lëngshëm. Çdo detaj i treguar në video ka rëndësinë e vet dhe një arsye pse bëhet. Kur isha fëmijë dhe nëna bënte kulaçin, e pyesja gjithmonë: po dekori si për kulaçit me pirua, përse bëhet? Ajo qeshte dhe më thoshte: ka dy arsye të keqe nëna. E para, që kulaçi të duket i bukur, por e dyta dhe më kryesorja është që kulaçi të fryhet në mënyrë uniform në të gjithë sipërfaqen dhe mos na krijojë atë koren e ndarë sipër. Dhe unë që i regjistroja të gjitha këto fjalë sepse gatimet e saja më pëlqenin shumë. Kulaçin do ta pjekim në furrë të nxehur para kohe në 200 gradë dhe pas pjekjes do ta lëm që të pushojë të paktën për 30 minuta para se ta presim dhe ta shijojmë sipas dëshirës. Koha e pjekjes varet nga furra që ju do përdorni, por edhe nga trashësia e kulaçit. Zakonisht 35 deri në 40 minuta, kur të ketë marrë këtë ngjyrën e bukur dhe brenda duhet të jetë i butë dhe si pambuk i shkrifët. Kulaçi i grurit më kujton kujtimet e fëmirisë dhe duart e arta të nënës dhe për këtë arsye sot do ta shoqërojmë me djath nape të përgatitur vetë me mullës. Sa herë që ajo e nxirrte djathin e ri nga napa, ne na pëlqente që ta hanim ashtu të ëmbël pa i shtuar krip. Po kur e shoqëronim edhe me kulaç të ngrohtë të posaçdal nga furra, ajo ishte qershia mbi tort që na mblidhte rreth sofrës si sojt e kloçkës dhe ne që prisnim me padurim kur do na vinte copa e kulaçit me djathin e njom të napës. Për këtë arsye, edhe unë sot përfundimin e videos e kam sjell tek ju të shoqëruar me djath nape të ëmbël dhe pak pekmez molle përsipër. Në videot e pekmezit shumë prej jush më pyesin përse e përdor pekmezin. Ja, për këto receta përdoret pekmezi për të kujtuar atë nostalgji në kohët e vjetra kur gjyshet tona dhe nëna tona na i përgatisnin këto receta me kaq dashuri. Respekt dhe mirënjohje pafund për nënat tona duararta.